Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Shenja, mirë se vini në emisionin Sport Mania, sigurisht për të folur për gjitha që ka ndodhur fundjavën e fundit, ka përfunduar edhe rrethi i tretë në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë, derbi aq pritur Shkëndija, faktikisht Vardari Shkëndija ka përfunduar me barazim 1-1, mbetet 2 pikë distanca ndërmjet dy pretendentëve më të mëdhenj për titull dhe ajo që ka shënuar sigurisht takimi e djeshëm më shumë se sa rezultati dhe loja e mirë, me një Shkëndijë që dominoi dhe ishte më kërkuese për 3 pikët, ka qenë edhe incidenti që ndodhi me rastin, në fakt një skandal në vete, me sulmin që është bërë kryesisë dhe drejtuesve të klubit futbollit Shkëndija në VIP lozhen ashtu quajtur të ndërtuar në tribunën njëgore. Sigurisht për këtë do flasim edhe me mysafirët sonte, pa humbur kohë, Sashko Dimovski, një ndër mysafirët tonë të rregullt, mirëmbrëma, mirësere. Doro e qërë. Nuk refuzon dhe i gatshëm gjithmonë për të folur për kritika, për lavda, për të përmirësuar sportin. Taka e zë. Takva një pozicijet i funkcijetë. Kao novinari mora da go preneseme to što go gledame, pa javnosta neka sudi. Sigurisht një farë mënyrë një shërbim që i bëhet opinionit. Taka e. Mysafiri i dytë më është dashur pak kohë për ta pritur, uroj sot mos kishte lënë ndonjë punë pa bërë Nderim Nexhipi i Shkëndijës. Mirëmbrëma Nderim. Mirëmbrëma, mirë se gjet. Më në fund në fakt jo që s'keni pranuar, por gjetet kohë për të ardhur mysafir. Po jo. Jo që gjeta kohë, po çdo normalisht kënaqësi kam pas çdo të kam thonë edhe që do jem domethënë mysafir, por ja erdhi koha e këtij derbit edhe sot si mysafir që do të analizoj pak situatën më speciale. Uroj të kalojmë mirë, jemi vërtet një periudhë të gjatë, por vërtet pak kuriozitet në vete, për herë të parë më rastis t'ju kem mysafir. Por jemi shumë kohë faton edhe tani miq, domethënë kemi qenë jemi jashtë emisionit. Mirë që tha jemi, se thash mos ka përfunduar miqësia. Jo, po çdo ashtu ndoshta rastësisht ka ndodhur që ose s'ke pas ti dëshirë të më ftosh ose s'kam pas kohë. E hedh topin ndërrimi, jo, nuk do ketë ndodhur kjo. Bujar Kurtaj, mirëmbrëma, mirësere. Mirëmbrëma, mirësere. Bujar, mund të ndodhë që unë mos kem pas dëshirë të aftoj Nexhipin në mysafir në emision? Nuk besoj. Sigurisht një situatë pa zakont, mbase ndoshta në Shqipëri e ke përjetuar të jesh në mes të 3 gazetarëve. Po, ndoshta, jo, atje kam pas rastin që kam qenë ndoshta në mes 3 gazetarëve. Çdo e them, është kënaqësi të jem domethënë prezent këtu edhe të flasim për futbollin. Driblon edhe gazetarët si që driblonin në teren apo? Po, gazetarët janë pak më vështirë driblon. Ndonjëherë. Sigurisht uroj që të kalojmë mirë. Flasim për ligën e parë, për ndeshjet e gjyrës së 27, për play-offin që pret, por nuk mund sigurisht mos anashkalojmë edhe klubin e volejbollit Shutova që me rastin e 20 vjetorit kanë fituar për herë të parë një titull kampioni, kanë fituar Kupën e Maqedonisë, janë konkurrentë edhe për kampionatin. Kemi ftuar edhe nga ta të jenë mysafir, por kësaj radhe nuk kanë mundur të përgjigjen ftesës tonë, gjithsesi urojmë që në një rast tjetër, por gjithë kjo më vonë nuk mund dhe mos nisim me incidentin që ndodhi në stadiumin Filipi II. Shkojmë me materialin e përgatitur. Ndeshje pa incidente në ndeshjet sportive në Maqedoni ka qenë dhe është vështirë për të parë, mirë po kohëve të fundit janë bërë edhe më të ashpra. As derbi Vardar Shkëndija nuk ka qenë përjashtim për incidente, edhe pse u mendua se s'kishte kusht i bënte në kushte kur kishte ndalesë të pranisë të tifozëve shqiptar. Kësaj radhe viktimë ishin shqiptarët e pakët që u gjetën mysafir të Vardarit në VIP lozhen e improvisuar. Kryesia e Shkëndijës, nënkryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë Muhamet Sejdini me bashkëpunëtorët në FFM dhe mysafir të ekipit të varë si kryebashkiaku i Prishtinës Shpendameti, baba i futbollistit të njohur Valon Behrami dhe aktori Xhevdet Jashari. Sulmi i personave zyrtar të Shkëndijës në zonën VIP, ku siguria duhet të jetë maksimale, është lëshimi i malli Vardarit dhe çdo arsyetim duket i kot. Nuk mban pesh as komunikata e Vardarit që madje edhe mburren se pas kanë shpëtuar kryesinë e Shkëndijës, që duket se qenë ka dashur të ketë viktima që ata ta kuptojnë seriozitetin e këtij incidenti skandalos.
Nga Vardari përmendin Kumanovën dhe Çairin, mirë po pikërisht nga këto vende pavarësisht incidenteve që kanë ndodhur, asnjë antar i kryesisë së Vardarit nuk është prekur me dorë. Ndërkohë drejtuesit dhe mysafirët e Shkëndijës u deshën të largohen nga tribuna nën për kujdesin e forcave të rendit, ndërsa disa nga drejtuesit e Shkëndijës kanë përfunduar në spital me lëndime të dukshme trupore. Faktet flasin kundër Vardarit, ndërsa pritet të shihet reagimi i Federatës së Futbollit të Maqedonisë, të cilët kanë dëshmitar të ngjarjes edhe numrin 2, Muhamet Sejdinin. Ky i fundit ka dënuar sulmin e bërë, ndërsa kërkon ndëshkime për këtë skandal të turpshëm. Ngjarjet e tilla të shëmtuara janë të papranueshme dhe të gjithë duhet të angazhohemi për minimizimin e tyre. S'është normale që kryesia e një klubi të sulmohet gjatë ndeshjes dhe në VIP Lounge, ku siguria duhet të jetë maksimale. Unë kam qenë i pranishëm në këtë ndeshje dhe më vjen mirë që isha pjesë e gjithë atyre që u sulmuan. Sikur mos kisha qenë aty, ndoshta do të tregohej me gisht ka unë, por unë kisha vendosur të jem aty, duke e ditur rëndësinë e këtij takimi. Vlerësoj lëshim të madh në organizimin e Vardarit dhe për këtë organet kompetente do të sjellin masa ndëshkuese. Ndërkohë përveç sulmit, grupi i tifozëve Komitet nuk ka ndaluar fyrjet në baza nacionale ndaj shqiptarëve, teksa për dukuri të tilla paraprakisht kemi hasur në ndëshkime të mëdha për klubet shqiptare. Ndeshja Vardar Shkëndija në mes skandalit në tribuna përfundoi baras 1-1, ndërsa tani topi gjuhet drejt organeve të FFM-s, që duhet të vendosin masa ndëshkuese pikërisht 6 ditë para duelit të radhës ndërmjet këtyre dy ekipeve, ku ndoshta do të vendoset fituesi i titullit. Sashko, përsërisim, flasim, por kthehemi për të folur për skena të këtilla, do kisha thënë, të tmerrshme. Да, за жал уште едно дерби во Македонија со немили сцени, со грди слики на трибините. Ке речам дека добро е што меѓу фудбалерите доле на теренот немаше никакви проблеми, меѓутоа ова што се случи горе е неубаво. Во секој случај. Јас не знам кога ќе преовладее разумот и кај фудбалските фанови и кај тие што одат на стадион да отидат да се издигне малку она спортска култура на однесување, да одиш на стадион, да го бодриш својот тим, да не се занимаваш со противничкиот без разлика дали твојот води или губи во дадениот момент, а ово веќе физичко насилство е секаква осуда. Или обид за физичко насилство. Posaçërisht kur bëhet fjalë, këtu nuk bëhet fjalë për zënk midis tifozëve, këtu sulmohet direkt kryesia, drejtuesit e Shkëndijës. Да, овој пат договорот меѓу двата клуба на состанокот со претставниците на Фудбалската федерација и Министерството за внатрешни работи беше да нема организирано патување на гостински најувачи и апел да нема самоволно патување на националната арена. Ова овдека не е група најувачи, ова е раководството на Шкендија, тоа се официјални лица, меѓу нив има и академик, господинот Аблумена Беџети, и недозволиво едноставно што се случи. Јас се прашувам и зошто воопшто раководството на Шкендија било сместено на јужната трибина кога северната беше отворена за нас новинарите. Бевме таму 10-15 луѓе, немаше проблем да бидат сместени уште 15-20 официјални лица на гостинската екипа. Никаков проблем, па дури да седеа со нас. Па тој kanë mund të jenë sigurt. Секако, националната арена Филип II... Këndej nuk do i sulmonte kush. Никак. Националната арена Филип II има таков капацитет што можете да отворите една трибина, 3 да бидат затворени, дали во случајот беа затворени поради реконструкција. Меѓутоа, кога надпреварот ви е прогласен како високо ризичен, недозволиво е да оставите ваков момент кој што би можел со мала искра да разгори страсти и да прерасте во нешто посериозно и поголемо. И не дај Боже да има инцидент со потешки последици. Bujar, del sigurisht Shkëndija me komunikat, por del edhe Vardari, më shumë do kisha thënë kontradiktore, mos marrë të bëj gjykatsin, por përmendin disa raste kur vërtet kryesia ka patur sulme, ka patur incidente, por kryesia e Vardarit nuk është prekur. Në këtë rast shohim pamje që vërtet skandal, ndoshta është fjala e vogël për këtë. Të personat zyrtar mos të ndihet sigurt në vendin ku duhet të mizotrojë siguria më e madhe në VIP Lounge. Domethënë, fillimisht t'jap një sqarim për shkallë që domethënë private nuk isha në gjendje të jem prezent në këtë ndeshje, por me atë që po shoh tash edhe gjatë ditës
djeshme. Fillimisht nuk mund të bëj një paralele me atë kumtesën, fakt që ta dhe ti, mes asaj që ka ndodhë dhe atë pasqyrën reale të cilën kryesia e Vardarit e prezanton. Ato çuditërisht thonë që jemi krenar që drejtuesit e Shkëndijës nuk e përjetuan atë tmerr që ne kemi përjetuar në Çajër dhe në Kumanov vitin e kaluar. Unë nuk e di çfarë krahasimi kanë bërë kur këtu mirë thave ti, ata kanë qenë vendosur për dallim prej dje, unë isha në stadiumin në Çajër, nuk ka pas tifoz të Vardarit, ka pas tifoz vendas, por kryesia e Vardarit kanë qenë jashtë, domethënë poshtë atje në stadium dhe nuk është prek asnjëri për dallim pra atyve që tashmë e dim se çka ka ndodhur, tash mos ta përsërisim. Kurse tu kemi të bëjmë me një kryesi dhe mysafir nga Kosova, mes tyre edhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, mysafir të tjerë, babai. Të sqarojmë, është kryetari i komunës, është kryetari i komunës. Nuk është i klubit futboll Prishtina, kryetari i komunës Prishtinës, zoti Shpend Ahmeti, është babai i futbollistit të njohur shqiptar dhe botror, Balon Bekrami, zoti Regaipi, edhe ishte për fat keq. Është në kryetari i federatës. Në kryetari i federatës Muhamet Sejdini kishte edhe antar të këshillit drejtues të Federatës Futbollistike Maqedonisë dhe sinqerisht nuk di se si, domethënë jam kundër kësaj që po ndodh, mirë po duhet ta tregosh atë realitetin se çka në fakt ka ndodhur. Jo të shihes pas të vërtetës. E vërteta është se drejtuesit e Shkëndijës në mënyrë mjezore janë sulmuar, ja pamje dhe dëshmojmë ato, nuk mund ta fshej kërkush dhe çuditërisht ata dalin me një deklaratë kontradiktore ku thënë që janë krenar tash. Nuk e di se çka do të thotë janë krenar që Shkëndijës detyrët e Shkëndijës nuk e kanë përjetuar atë që kanë përjetuar ata në Çajër dhe Kumanov. Është dashur të ketë viktima? Nuk e di çka, ajo ngjan kjo që është mirë apo nuk e di. Thjesht është për të dënuar kjo. Nderim, sa ndikon kjo te ju futbollistët që në farë mënyre luftoni për të marrë pikët, e ndërkohë lufta e vërtet po ndodh në viplosh. Shqipë e paton edhe pse ndoshta ne në klub e kemi, domethënë, sipas rregullores edhe të ndaluar të shprehemi për ngjarjet që ndodhin jashtë në këtë rast në tribuna, por në këtë moment me të vërtetë pas këtyre pamjeve se kisha rastin dje të shoh pamjet, por nuk i pash aq qartë sa sot. Dhe kur e shoh se çka ka ndodhur në stadiumin e qytetit, fatkeqësisht dje se në çfarë mënyre tifozët e Vardarit të sulmojnë, domethënë, kryesin ton, cilët janë aty ndoshta 10 veta dhe kur sulmohesh nga një si ta them, nga një stadion i mbushur, nga një tribun, me të vërtetë është skandal i madh. Skandal i madh dhe i cili sipas meje duhet me të vërtetë dënohet. Nuk mund të lihet vetëm me këtë që domethënë ka ndodhur edhe u kry ajo, do të flitet një javë ditë edhe këtu po sulmojnë njerëz të kryesit, njerëz domethënë që investojnë në futbollin këtu në Maqedoni edhe shifnin në çfarë mënyre ata dëbojnë nga stadioni. Këta trima, domethënë këta aty që i godasin, janë me të vërtetë për mua njerëz, si ta them, nuk është njerëzore kjo ta bësh kur në këtë mënyrë. Është me të vërtetë një nivel me të vërtetë shumë i ulët fatkeqësisht. E dim që para kësaj ndeshje u morën masat që mos t'u thonin, sepse ne klubi jonë kërkoi që domethënë tifozët të jenë pranishëm, por për të mos pas incidente u tha që nuk do të ketë prani as ballistëve as edhe të njerëzve që donin domethënë tifozëve normal që ishin të mos jenë të pranishëm sepse mund të ketë incidente. Siç e dim askush domethënë nga ne nuk ishte aty. Është me të vërtetë një skandal i madh dhe kur shoh këtu njerëzit se si domethënë zoti kryetari jon zotri Abdulmenaf Vexheti në çfarë mënyre dëbohet nga stadiumi, pastaj pjesëtar tjetër i kryesisë se si goditet aty zotri Agim Kurtishi është duket, është me të vërtetë shumë e keq. Pamje shumë të këqija dhe domethënë si ndikon kjo te ju futbollistët? Po është shumë keq sepse poshti nuk i shef pamje, domethënë vetëm e din që po ndodh diçka edhe për një javë ju pret ndeshje tjetër. Po nuk është problem se na do vim prap këtu në stadium edhe ne vim për të losur futboll. Ka mund të parandalohet ky incident me atë që tha, mund të vendosen ndoshta në anën tjetër, nuk e di pse është bërë ky ekses kështu nga kryesia e Vardarit.
por secili e din kur dikush domethënë e fton në shtëpinë e vet dikë, nuk pritet në këtë mënyrë, sepse kjo është me vërtet mizore. Unë nuk e din, bas shkajt e kanë dhënë këtë deklarat kur nuk e shohin vend se të mirën me mënyrën se si organizon lëshimet që i kanë bë, se ata janë organizator kryesor të ndeshjes. Aty është një moment ku është një moment shumë i ngjashëm, një tribun, një sa vitesh nuk e di kush është konkretisht, policia t'ju afër i rin. Tash parashtrohet pyetja pse policia mbas deklaratave që i dha sot në statusin e tij privat që ka Facebook zotëri Shpend Ahmeti thotë që policia ka shumë me vonesë kanë ardhur. Është dash prej momentit ti me faktin që ke pas 200-300 metra ndoshta tash nuk e di, tash s'kam qenë në stadion largësi, tifoz me kryesi, atëherë është dash prej fillimit të ndeshjes përveç sigurimit këtë dhe pjesëtar policisë. Situata është pak a shumë e ngjashme me atë që ndodhi në Kumanov xhirën e dytë të këtij sezoni, kur Kumanova në fakt nuk mundson, nuk ka kushte tjera nga Filipi i dytë, por kryesia e Vardarit u gjet në të njëjtën situatë, por nuk i preki kush. Nuk u prek, nëse ka ndodhur të demantoj dikush, nuk dua të bëm avokati askujt këtu, por gjithnjë po flasim në bazë të pamjeve filmike. Sa mban pesh, sa mban pesh kjo komunikata e Vardarit, që ka vend për krenari, për të mburur, që su ka ndodhur, dikush nuk u prek, dikush tu zvaritet zvar shkallëve të stadiumit dhe ka vend për të mburur? Kako da почнам, не знам. Место за гордост може би има од аспект на оној хуман аспект, затоа што нема жртва, али ако тоа е достигнување на Вардар, тоа е нивна работа. Ја не можам да не се согласувам со влечењето паралели меѓу она што они го доживеале на Чаир или во Куманово и ова што го доживеа раководството на Шкендија во Скопје. Јас го осудувам и она што се случуваше на Чаир. Точно. За секаква осуда е тоа. И предпоставувам дека казна треба да има. Ова не е прв пат. Не е на Чаир прв пат. Не е на Чаир прв пат, да. Да не забораваме дека управата на Шкупи исто беше нападната на 2-2 на утакмицата која заврши. Првата утакмица на арената Филип II. Бујар во ред и сега ќе го читаме соопштението на Вардар. Добро е што горди сме што нема жртви и раководството на Шкендија не го доживеа она што ние го доживеавме на Чаир. Дали со завршувањето на ова фудбалска сезона нема да има фудбал во Македонија 10 години? Во август почнува новата. Вардар пак ќе треба да оди во Тетово. Ако таму настане инцидент ваков или сличен, после тоа ќе се повикуваат Шкендија како што доживеала во Скопје. Па Шкендија ќе дојде во Скопје и така може да се оди до недоглед. И така сме во дното. Уште ова ни треба. И така имаме два клуба кои што вложуваат сериозно во... Имаме две клучни настани, да не забораваме, ако веќе продолжуваме вака, неверојатно УЕФА ќе не укине таа можност да се игра до Суперкупот. Тоа би било катастрофа, затоа што да не забораваме имаме и квалификации. Ке гостува на Албанија. Да. Што да правиме после? То пака шум janë paralajmërime për atë që pritet të ndodh. Nëse këtu deri ndodh kjo që ndodh, çka mund ndodh Maqedoni Shqipëri? Po, apo do ndalohet tifozët edhe Shqipërisë? Po, unë mendoj që do vjen e ditë edhe do ta shohim edhe pse mendoj që do të jetë me ndalesë ndoshta, sepse do të ketë rrezik të madh. E dim ç'a ndodhi për Shqipërinë. Po mund të ndalohet edhe Armando Dukës të jetë? Po jo, normal që si ndalohet, po masa fakt Duka i Shkëndijës u sulmu. Po, këtu është sulmu ashtu është. Vetëm që nuk ndoshta kjo siguria policore s'ka qenë nivel. Nëse vendon aty, domethënë udhëheqësinë në një klubi. Nuk e di tani për shembull presidenti i Vardarit dje në loja kanë qenë. Kanë qenë aty me kryesinë tonë. Një shkallë. Edhe kanë leju kështu ndodh kjo gjë, nuk e di, është tepër siç e thash kur e fton dikon atëherë duhet
Domethënë, Unë ju garantoj Sashko që këtu Како домакин. Како домакин треба да се погрижиш за безбедност и комотноста на гостите, да се Këtu ju чувствуваат garantoj që безбедно. s'ju prek kush. Faton një garantira tani. Значи, Edhe që ngele para gjykimi, ana e djathtë e Vardarit mos shkoni sa shumë rrezik. Do të vindet Sashko. второто полувреме покажа дека северната трибина била на располагање на домакинот за сместување на своите гости. Они мора да гледат односи на ниво управа со управа. Не зборам тука за навивачки групи, да се штитат комити или балисти. Меѓутоа, членовите на потесните управи на клубовите мора да Сашко, за се кого погрижат. се игра фудбалот не ми е јасно мене. Знаеш дека јас сум против тоа да нема присуство на навивачки групи. За кого се игра Далеса. фудбалот? Да. Е, Вие не кундер далеса. Бујар, све додека имаме Против детски тоа. болести и кога додека стадионите ги користиме како простор за изразување на нечии фрустрации или незадоволство, тоа Само кај нас се слуша играч, додаја топката падни. Тоа што нема никој на трибини. А имаме 4 вакви надпревари во сезоната, што да кажат овие во премиер лигата што имаат секој викенд дерби. По-интересна сезона не сме имале колку што Mendon Sashko, unë vazhdimisht e përsëris këtë. Nëse dikush mund të më bindë se këtu në Maqedoni ka huligan më të mëdhej se sa në Angli, unë nuk do pranoja kur këtë. Mendon që faji është dikun tjetër. Këtu nuk funksionon ligji. Ligji. Këtu forca e rendit nuk e bëjnë punën e vet si duhet. Dhe këtu Законот го има на хартија, меѓутоа во пракса ја не сум слушнал дека до сега е процесуиран некој насилник на спортските терени. А ги имало многу. Atëherë, në bazë të asaj që thatë pak më parë, kushdo që të jetë kampion këtë vit, vitin e ardhshëm do ketë një kampionat tjetër. Nëse nuk ndalen, nëse nuk u themi stop këtyre gjërave, ne nuk bëjmë gjë. Kriza do të thellohet dhe këta incidente do marrin për masa më serioze. Nuk lëm tifos në stadium se shahen, sikur nuk shahen jashtë stadiumit, nuk lëm ekipin kundërshtar të ketë tifos, ata që janë dalen dhe hutohen në për qytet dhe sulmojnë këmbrin. Ku e shifni zgjidhjen e kësaj situate? Një herë për gjithmonë dhe të flasim për futboll, sepse kemi dhe golat në pjesën e bukur të futbollit. Не знам, јас во контактите со официјални лица по клубови имам сознание дека они постојано работат со навивачи, со навивачки групи, со нивните водачи, се апелира на коректно навивање. Punojnë diçka tjetër. Не знам. Ефектите не ги гледам од тоа. Ниту на Чаир, ниту во последниот случај на Филип II. А Вардар може да го чека гостување пак на Чаир до година, може би оваа година Шкупи ќе гостува на Филип II. Mund të rastis Shkëndija të fitonte takimin dhe për një javë të kemi këtë ndeshje në Tetov. И да си играше последната во Тетово. Па мислам дека се odlučiše кој ќе биде шампион. Да. Тоа требаше шкендија сите лоши методи да ги употреби за да дадат таа титула. И на крај Жално е. Bujar, si zgjidhet kjo? A ka fund kjo? Ligji, vetëm ligji. Kur? Se me ligjit zbatohet atë që ta thash. Kur do zbatohet? Fillon, mas kësaj. Presim ndodh prap. Tash kemi edhe 5 ndeshje. Play-offi. Kemi ndeshje Vardari Shkëndija. Kemi ndeshje Vardari Ta Shkupi do të shkojnë mysafir në arenën Filipi II. Pra do të vlen ai ligji ndalesa për të mos shkojnë tifoz. Pse? Do të shkojnë 1000-2000 veta, s'pas ka kapacitet shtetit që osiguroj një vend, një pozit. Dalin me kumtez vetëm tribuna jugor do të dënë funksion, dalin e shohim tash edhe tribuna veriore. Pse? Përderisa federata e futbollit, klubet nuk ndërmarrin iniciativat serioze që të parandalojnë këto, se sharjet nuk e di a do të kish mund dikush më ndal, ato ofendimet që bëhen, por kjo dallon prej atyve fyrje. Tu ka mujt shkon koka e dikujt. Shumë më serioze. Del deklarat jep zotri Ibrahimi thot momentin që po jap deklarat jam duke marrë infuzion. Çka të kujton tash familja e tij? Gjendën ta mendon. Po sa ai ta mendon gjendën e lojtarëve se do të dalin? Nuk e di. Thjesht është një akt që ndoshta tash zoti mos përsëritet, mos e më u lodham edhe ne duke shkruar për të rast. Kanë problem klubet në menaxhimin e mënyrave për të arritur titulli. Në këtë rast Vardari dhe Shkëndija, vetëm njëra do mund të jetë kampion. Tjetra ndoshta do dëshpërohet,
por dihen rregullat sportiv, dihen suazat brenda të cilëve duhet të zhvillohet garimi. Shifim, përgjithësi, ne në Maqedoni këtu, futbolli në Maqedoni është me vërtet ka stagnuar shumë, sepse shumë shtete tjera, tani unë erdha prej Shqipërisë ku isha 2 vjet atje. Edhe përjetova se si një, domethënë, kur ka punë të rregullt prej federatës, kur ka punë të rregullt në për klube, arrihet edhe sukses. Shqipëria u kualifiku në kampionatin evropian. Kishte një grup me të vërtet shumë të rëndë, por ja arritin në fund. Këtu në Maqedoni futbolli Skënderbeu ishte pjesë e Liga Skënderbeu Evropës. ka qenë është futur në grupet e Evropës. Këtu në Maqedoni, për fat keq, domethënë ne stagnojmë, mendimi im është domethënë prej larti. Ne nuk kemi infrastrukturë dhe për atë unë e theksoj që futbolli është këtu ku është. Tani kemi vetëm dy klube, të cilat kanë sponsor mjaft fuqishëm dhe të cilët investojnë në futbollin e po tentojnë të bëjnë diçka. Domethënë të arrijnë një nivel të futbollit siç dojmë gjithë ta shikojmë. Problemi i madh ne si lojtar ne domethënë ne dimë që vetëm njëri mund të jetë kampion. Edhe në menaxhimin e situatës, domethënë nëse nuk bëhemi ne larg qoftë sepse kemi dëshirë ta marrim edhe kupën edhe kampionatin. Nëse bëhet vardari, domethënë prap në fund ajo vazhdon, jeta vazhdon. Do ketë edhe një sezon. Do të jetë sezoni tjetër ku domethënë do të kemi shumë më tepër plane shumë domethënë afatgjata. Po këto pamje këtu të shëmtuara që i shohim në televizion, këto me të vërtetë s'kan lidhje me futbollin. Këto ta bojnë, si ta them, ja tani do merremi me në vend se të flasim për situacionet të futbollit, golat që tha ti pjesën e bukur, ne merremi gjysmore se si domethënë tifozët e Vardarit të sulmojnë 10 domethënë anëtar të kryesisë tonë të cilët investojnë në futbollin. Persona të pambrojtur. Ka dikush që akuzon se nuk janë kthyer, po ata janë huliganë të kthyer, nuk kanë shkuar për turahun. Pikërisht ashtu. E shohim, unë kur e shoh tani për shembull se dje nuk e disha që zotri Shpendameti ka qenë domethënë pjesë e këtij, mos ta them delegacioni, këtij ekipi. Është me vërtet ngjarje shumë të shëmtuar. Po futbolli në Maqedoni është ky edhe njerëz duhen të merren masa drastike, domethënë, duhet bëhet diçka që të fillon. Në çmon politika sipas jush situatën? Po edhe pse nuk përzihem asnjë politikë, është me vërtet këto ngjarje kanë bëjnë edhe me për fat keq, edhe pse politika dhe futbolli, sporti nuk duhen të përzihen asnjëherë. Por fatkeqësisht ne këtu në këtë shtet është çdo gjë e lidhur me. Sashko, të mbyllim këtë temë. Sipas jush, sipas rregullorës, sipas asaj që sigurisht që keni bërë ndonjë tekst, keni hulumtuar, çka mund të pritet pas kësaj, duke ditur që për një javë ka një takim tjetër. Misliš kako sankcija kon organizatorët na prevarat ili što se očekuje во недела? Si për masa ndëshkuese për Vardarin. Па мислам дека Вардар ќе биде санкциониран за пропустот за слаба организација од фудбалската федерација. Мислам дека тоа ќе застане на парична казна. Затоа што Do mjaftoj sipas jush në bazë të pamjeve? Не. Видете, и Вардар и Шкендија многу пати во минатата сезона се пожалија дека плаќаат високи казни врз основа на однесувањето на нивните навивачи. Дали се тоа скандирање? Situatën e bën pak interesant ky fakt. Dëndëshkohet Vardari me para. Dhe për një javë, kryesia e Shkëndijës nuk duhet vi. Tifozët dihet, më diskutohet, është ndaluar. Domethënë duhet vinë vetëm futbollistët. Nëse kështu veprohet, është një farë lloj presioni ndaj skuadrës së Shkëndijës. Mos duhet vinë me flamur të bardhë, thua dorëzojmë titullin. Не, за во недела знаете што очекувам. Покрај тоа што ако дисциплинскиот комесар при фудбалската федерација донесе одлука за во текот на оваа недела, очекувам јужната трибина да биде отворена за навивачи, а на северната да бидат сместени гостите од Шкендија. Dhe terrori që u pësua të harohet. Не сме да се заборави. Në një farë mënyre, kam përshtypjen që Vardari duhet të ndjej ndëshkimin e kësaj që ndodhi. Sepse mori një barazim, këtu u humb kohë në fund, mori një barazim në një ndeshje ku Shkëndija sulmonte. Me fitore, Shkëndija do ishte para sot.
Tani ndeshja radhës ka të njëjtën vlerë Një dhe thanë lehtësuese në këtë rast për Vardarin, tash nëse bëjmë paralele maçet që ndodhin në Çajër. Është që edhe lojtarët është sulmuar. Popovi u godit me shishe edhe mbrojt Kojashević, nëse nuk gaboj, deklaruan kryecisë së Vardarit se është qelluar. Këtu lojtarët nuk janë sulmuar. Do shta kjo është një rrethon lehtësuese. Kanë 90 minuta kanë kaluar pa asnjë problem. Por kalon vetëm me dënim, me të hollash. Ovdje kad nemaše, izvini što je upad nam возможно, ovdje kad nemaše upad na neoficijalni lica votera. Не, па тоа сакам да кажам дека за разлика тоа олестително околност тоа што играчите не биле пипнати во случајот. За разлика од управата на Шкемја и гостите кои што беа. Por kalon vetëm me dënim të hollash, nuk do të kisha thënë se atëherë sezonin tjetër ku do të shkon Vardari në Tetov, do të thonë atëherë ti automatikisht ja bën me dije tifozët se bënin çka donin sulmoni kryesin se vetëm me të holla. Ekologu ka para të mbulon të 2500 ose 5000 euro. Po jo. Faktikisht i bën Këtë rast duhet mendimi jem. Para stave me siguri kemi bën një artikull, po e vërtetë është vazhdum të merremi ne si gazetar me këtë që ka ndodhje, deklaratat i kemi grumbulluar gati të krejtëve. Komisari, kjo fillimisht duhet komisari për garat, kam informacionin që nesër do të takohen, dhe për shkak se do të luhet një xhiro tash me njerë të mërkurën, edhe kemi me njerë ndeshjen e dielës, duhet zgjidhet me njerë këtë problematik. Jo si rasti i Shkupit, ku kanë kaluar 2 javë dhe nuk dihet dënimi final, se cili do të jetë përveç se fusha që është suspendu. Këtë rast duhet mirë të shikohen rrethonat, të analizojnë mirë gjërat, Vardari dënohet jo vetëm me para. Po të paktën do të jetë mirë, në thashme dhe parës, futbolli luhet për shikues. Po në këtë rast duhet dënohet, të suspendohet fusha ose luhet pa publik. Sigurisht do shohim komesari për gara, komesari edhe për disiplinë do kenë punën e tyre në bazë të fakteve të grumbulluara, ne vetëm ju ndihmojmë me këta komente dhe grumbullimin e pamjeve filmike. Ne do kalojmë me pjesën e bukur që u ndal, u prolongua shkaku i të shëmtuarës. 1-1 Vardari Shkëndia në një ndeshje vërtet interesante ku të dy ekipet patën mundësi të fitojnë. Vetëm materiali do të tregoj se si rodhen ngjarjet, më pas rikthehemi në studio. Nuk shkuan më shumë se një barazim 2 skuadrat pretendente për titullin Vardari dhe Shkëndia, të cilët shënuan nga një gol në derbi takimin e xhiros së 27 të elitës së futbollit vendor. 1-1 ishte rezultati përfundimtar i takimit pas 90 minutave lojë të zhvilluara në arenën Filipi II në Shkup, ndërmjet dy ekipeve milionere në një përballje ku Shkëndia tregoi më shumë se sa Vardari, duke marrë parasysh se këta të fundit kishin presion në vete edhe pse zhvillonin ndeshjen në shtëpi. Që nga minutët e para skuadra nga Tetova startoi me sulme të njëpasnjëshme duke kërkuar golin, ku tentimet e Ibrahimit dhe të Alimit nga distanca dhe shtylla e Juniori shfaqën presion të brendshëm te skuadra vendase. Mirë po një kundërsulm i Vardarit në minutën e 35 përfundoi me gol, të cilin e realizoi braziliani Felipe duke i quar kështu vendasit në përsi për 1-0. Ndërkohë, jo më shumë se 4 minuta më vonë, një gabim në mbrojtjen e Vardarit, nga i cili Alimi përfitoi duke i parazuar shifrat në 1-1. Pjesa e parë u mbyll po me këtë rezultat, ndërsa në të dytën ritmin e njëjtë vazhdoi Shkëndia, të cilët me intensitet të plot kërkonin golin e dytë, ndërsa vendësit më shumë mbroheshin dhe në disa raste mbeteshin të shtangur nga loja e kuqezinjave të tovar, të cilët kësaj radhe ishin të veshur me fanellat e bardha. Gjithsesi, hapësirën më të vogël e shfrytëzonin kryeqytetasit, ku Qeran për një moment surprizoi mysafirët me gjuajtjen e tij nga distanca e cila goditi transversalen. Deri në fund, Vardari i kënaqur me parazimin mbronte rezultatin, ndërsa Shkëndia kishte disa tentime të pasukseshme për të fituar takimin, duke lënë kështu të hapur luftën për titullin e kampionit edhe në fazën e play-offit. Dobro, čestitki do dvete ekipi, znajme Vardari Shkëndia se Urime për të dyja skuadrat. E dim që Vardari dhe Shkëndia janë dy skuadrat me më shumë kualitet në Maqedoni. Arritëm të shënojmë golin në kohë, por një gabim në mbrojtjen tonë barazoi Shkëndia dhe rezultatin mbeti 1-1. Edhe pse ne kishim transversalen, po edhe Shkëndia goditi shtyllën në pjesën e parë, mendoj që rezultati është ai. Kemi edhe 5 ndeshje dhe do të mundohemi deri në fund. Po mislim da
Apsolutno i naša ekipa danas zaslužila pobjedu. Momci su igrali Mendoj që ekipi ynë sot e meritoi fitoren. Djem të munduam të luajnë sa më mirë për tifozët tanë, me shpresë që takimin e ardhshëm ta zhvillojmë në Tetov, duke i mbushur tribunat e jo si në ndeshjen e sotme, ku vizotron një situatë trisht. Ne dham gjithçka nga vetja, ishim më të mirë në fush, por fati nuk ishte në anën tonë. Krijuam raste të mira shënimi, dominuam ndeshjen, por ky është futbolli. Pas këtij barazimi, kryesimin e tabelës vazhdon ta mbajë Vardari me 65 pikë, 2 më shumë se Shkëndia, ndërsa të dyja skuadrat do të përballen përsëri të dielën në fazën e play-offit. Nërim mundej të fitoj Shkëndia, apo ishtë maksimumi ky barazim 1-1? Jo, mendoj që ishte një ndeshje me vërtet e hapur dje. Në fillim ndoshta nuk filluam ashtu siç donim, i dham iniciativën pak kishte ekipi Vardari, por pastaj me kalimin e kohës filluam ta lojnë atë lojën tonë, me cilën e karakterizon këtë gjysmë stinor. Kishim raste të shumta, edhe Vardari kishte në pjesën e dytë një goditje, domethënë që rok traversën aty. Kërkonim më shumë, ata ishin të kënaqur me barazimin edhe i arritën qëllimin. Domethënë të mos mposhtën, sepse dje ne kishim po të fitonim, që kishim shumë dëshirë ta bëjmë, se vetëm për një fakt që do dilnim vendin e parë, po do kishim javën tjetër 20.000 apo 25.000 në stadiumin e Tetovës. Apo të ndërtohen skele. Po jo, unë e pa ta thonë që po fitum, i shifsha ato tifozët edhe në shtëpitë mbrapa, sepse do kishte vend për gjithë. Gjithë e dim që në Tetov gjithë qyteti jeton domethënë për klubin, edhe do ishte stadiumi i përmbushur. Për fat keq nuk arritëm me fitu dje, edhe pse kishim raste. Sedlovski dëgjova që ka thonë barazimi ishte ndoshta rezultati realt. Do ketë, unë që e shoh një gjë është tepër interesant, është bërë tepër interesant sepse janë vetëm 2 pikë, edhe Vardari është në presion, sepse ne nuk kemi çka humbim, domethënë në aspekt që ne mund vetëm dalim fitues në fund, ta fitojmë titullin kampion, se vendin e dytë e kemi domethënë të sigurt. Vardari do të jetë në presion këto 5 ndeshjet e ardhshme, dhe ne do të bëjmë çmos që javën tjetër, domethënë pa e kaj normal, të mërkurën kemi ndeshje me Rabotniçin, cilën duhet patjetër ta fitojmë. Pastaj vjen prap derbi këtu në qytet. Edhe mendoj që do lozim më ofensiv, edhe do bëjmë çmos për të fituar. Do kalojmë më vonë te kjo, Sashko, si e pat derbin ju në terren? I ulim syt pak preset tribunës, shikojmë çka ndodh në terren. Две различни полувремења. Во првото имаше и 2 гола, Шкиндија погоди статива, во второто и Вардар возврати на идентичен начин. Меѓутоа, во второто полувреме се виде се почувствува отсуството на Хамбарзумјан по таа десна странична позиција кај Вардар. И некако се доби впечаток дека како да се повеќе мисля на собствениот гол него на напад на противничкиот Вардар. Имаше 3-4 акции што ги направија фудбалерите на Шкиндија, од кои лесно можеше и до втор гол. Некако ми се виде поприсебност во нивната игра, попрецизни додавања, воопшто не преземаа никаков ризик во собствениот 16-тник и во зоната на удар. Секоја топка што не можеше да се додаде до играч се изфрлаше во аут. Значи, ризикот сведен на минимум. Од друга страна, Вардар во второто полувреме, освен стативата на Керан, не направи ништо сериозно за да атакува на втор гол. Буjar, Vardari fiton 1 pik, mbetet përpara Shkëndiut 2 pik, apo vetëm e shtyjnë atë krizën psiqike që padyshim do të pranishme edhe pas një javë? Sigurisht që ndoshta do të pajtojmë me parafolësit e mirë në nderimin dhe që ndoshta edhe në bazë deklaratave që i kanë dhënë trajnerët, domethënë epilogu real i kësaj përballje. Do të vazhdon ajo, domethënë ana psikologjike deri në fund. Tash nuk mund të ndalemi vetëm te ndeshja pas një që do të zhvillohet, edhe të themi që fiton Shkëndia dhe u bë kampion. Sepse orari asnjëri në pas tjetër nuk e favorizon.
Ndërim, Ndërhyrja këtu do thoya që po e fitu javën tjetër, Vardarin Shkup në bëmë kampion. Sepse më ki shumë ekip i fortë dhe ekip me Shkupin do të lumin. Po mirë, pa marrë parasysh që do të lozim me Shkupin, mendoj që po e fitu Vardarin. Realisht, do dalin kompani. Po realisht ndoshta. Sepse jemi në një formë, domethënë, me të vërtet mirë dhe kemi shumë lavdëron fakti për gjendjen fizike të gjithë lojtarëve. Me të vërtet falë Zotit nuk kemi lojtarë të lënduar dhe kjo e bën që domethënë jemi gjithë ashtu të gatshëm. Realisht, mendoni që ose Buba Kasani. Ose do. Përveç Bubës të cilin shpresoj që sa më shpejt do ta shoh në fushën e gjelbërt, pa mbaruar sezoni këtë vit domethënë. Do bëhet kismet ajo, më thuaj në këtë moment mendoni që Shkëndia është më kualitative se Vardari? Po, unë jam pjesë e Shkëndisë dhe mendoj që normal edhe Vardari ka ekip me të vërtet kualitet. Nuk do të ishin në pozitë parë në tabelë. Nuk e nënçmojmë domethënë askom. Por besojmë të vetvjetja edhe domethënë te ekipi që kemi. Unë personalisht mendoj që jemi ekip më kompakt, më i mirë se Vardari dhe për këtë që për vetë faktin që javën tjetër shpresoj që do vijmë në Shkup për të fituar. Këtu doja të ndalem. Thatë që ju vjen keq që përveç që nuk fituat, nuk morët vendin e parë, nuk e bëtë atë ndeshjen e të luhet në Tetov. Këtu është pastër. Do të thonë Vardari shpëtoi mos vjen në Tetov, por sigurisht që në aspekt të ambicieve tuaja nuk ka shpëtuar nga një sulm që pritet të ndodh të dielën e ardhshme, qoftë në fushë të tyre apo varësisht nga vendimi i komisionit për gara. Po, unë personalisht mendoj që do ketë bas dënimit do dënohet Vardari me, siç tha edhe sa shumë vetëm me xhop. Edhe maksimumi do dënohet të losë ndeshjet pa publik, pas kësaj që ka ndodhur. Mendoj që javën tjetër do vim përsëri këtu në stadionin, domethënë Filipi II dhe do ta sulmojmë Vardarin që nga minuta e parë, sepse dojmë bëhemi kampion dhe po deshëm bëhemi kampion do ta fitojmë këtu Vardarin. Është shumë e thjeshtë. S'ka zgjidhje tjetër. Është shumë e thjeshtë. Svako unë mendoj ashtu tash. Но мака се познаваат јунаци. Сигурно Кога е најпотребно треба да се одигра све. Можеби влогот е голем, титулата е во прашање. Мислам дека Вардар една од основните причини за задоволство од фудбалските моменти треба да бара во ремито, што му овозможи и плейофот да го игра на домашен терен. Shohim sigurisht rastet flasin mbase për Shkëndijën dhe në kushte të tilla, ndeshja e kthimit paralajmëron apo garanton, të them, tjetër takim interesant, të tjera nxitje, të tjera emocione, që vetëm përfundimi 90 minutave do të jap përgjigjen nëse Shkëndija apo Vardari do jenë më pranë titullit. Ndërkohë kalojmë me ndeshje të tjera, Mundet Rabotnički në Koçani nga skuadra e Bregalnicës, Renova fiton 4-1 Metalurgun, por në kombinim me humbjen e Sileksit në fushë të Horizontit dhe fitoren e Bregalnicës mbetet Renova të luaj në play-out. Do shohim golat dhe më pas rikthehemi me rezultatet e tabelës. Në partë të futbollit të Maqedonisë sjell humbje për Rabotničkin pasi në ndeshjen e gjeshme u mposhtën nga Bregalnica me rezultatin 2-1. Takimi nisi me matjet e forcave tek të dyja skuadrat, ndërkaq goli i parë edhe në minutën e 20 nga Gjorgji Tanusev. 7 minuta më vonë vjen goli i dytë për vendasit pasi që Stefan Kocev godet jashtë zonës dhe topi përfundon në rrjet duke e mbyllur pjesën e parë me rezultatin 2-0. Në minutën e 65 Alti Parmakovski shënon golin e nderit dhe të vetimin për miqt, ndërkohë Rabotnički pas kësaj humbje pozicionohet te 5 me 36 pikë të tubuara. Ndërkohë Shkupi ka shënuar fitoren e transfertën e Mladostit me rezultatin 1-0, ndërkaq golin e vetëm të ndeshjes e realizoi Sedat Berisha pas një revënie anësore në minutën e 10. Renova ka shënuar fitoren me rezultatin 4-1. Të parat avansuan tetovarët në minutën e 10 nëpërmjet Fisnik Nuhiut. Barazimi edhe në minutën e 19 nga Mihailo Jakimovski. Golin e dytë dhe të tretë i shënoi Argjend Gafuri në minutën e 26 dhe 53, ndërsa golin e 4 për Gips punuesit e shënoi Remzi Selmani në minutën e 76. Ishim duke folur, mund të vazhdojmë Nderim? Po, isha përmend e ceka fushën, domethënë se e pam Renovën dhe fushën Tetov që është bë me vërtet zbres kapelën. Është prit shumë e di, po është bë përfundimisht punë e mirë europiane, po.
I thatë Sashkos i bët një krahasim? Mund ta ndëgjoni edhe shiko. Po nuk është problemi, krahasova domethënë me fushë në Bundesliga sepse është me të vërtet e njëjti kvalitet. Domethënë me të vërtet high class. Të kesh kënaqësi të luash. Tani shpresojmë vetëm edhe stadioni që të bëhet reflektorët edhe bëhet çdo gjë. Dal nga dal ecim përpara. Por vetëm një stadion nuk mjafton, domethënë do të bëhen edhe stadiume të tjera në tërë. Ще надявам, што викаш дека сите пропратни елементи на стадионот ќе наликуваат на бундеслигашките услови за игра и пристапот и соблекувалните и столчињата, тоалетите. Тоа сите на крајот на се крајшта надевам. и семо и рефлектори да имаш. Do bëhen dal nga dal. Do bëhen dal nga dal. Sashko, mundet Rabotnički nga Bregalnica, Renova fiton Metallurgun dhe fitoria Mladosit. Shkurt një koment. Ова беше мала одмазда на Брегалница за елиминацијата од купот од Работнички. Со тоа, они мислам дека ја остварија целта, опстанокот во лигата и за наредната сезона. Останува борбата меѓу Силекс и Работнички за тоа трето место кое што би водело во квалификациите за Лига Европа со оглед на тоа што Шкупин или нема право на настап во Европа ова лето. Очекувана победа на Ренова против Металург, веќе отпишаниот Металург. Мислам дека сезоната топло-ладно, повеќе ладно отколку топло им се удри од глава на Ренова. Vjar, si mi komenton këto rezultate që lën Renovën në play-out? Po ndoshta ajo është befasia më e madhe e këtij sezoni. Një skuadër që vitin e kaluar kishim në arenën ndërkombëtare, si vetë kemi në një pozitë të mirë, do të garoj për play-outin. Unë kam shpresuar që Renova të paktën të kap ato futën në mesin e 6 pozitave, po ndryshë dëshira, mundësit janë tjera, ato shifre se prej fillimit se nuk kanë, ndoshta edhe kapacitet, apo me vetë faktin që nuk arritën qëllimin, dëshmu se nuk janë atë formën optimale. Rezultatet tjera i komentuan të tjerë, të më thonë, kryesisht janë rezultatet pritura, Shkupi kaluajtër për prestiç, njëjtë sikur Renova, dhe pse kam shpresuar në një kiks, po ka qenë vetëm matematikisht në lojë për play-offin. Shkojmë rezultatet e Gjiros së 27 e fundit e rrethit 3 me çka dhe kanë përfunduar garat në këtë kuadër të kësaj faze, kalojmë në play-off dhe play-out. Sigurisht nëse kemi të gatshme tabelat, Vardari Shkëndia 1-1, 4-1 fiton Metallurgun, skuadra Renovës, Bregalnica, Rabotnički 2-1, Mladost Carëvdvor, Shkupi 0-1, Horizont Turnova, Sileksi 2-1. Mbetet e njëjtë kreu i tabelës, në fakt djegin nga 2 pikë Vardari dhe Shkëndia në mes veti. Vardari është i pari me 65, e dyta është Shkëndia me 63, ndërkohë pason Sileksi në pozitën e tretë me 40 pikë të tubuara. Sigurisht më poshtë Shkupi është i katërti me 38 pikë, Rabotnički në vend të 5 me 36, pastaj Bregalnica është ekipi i fundit që ka kapur play-offin. Ndërkohë Horizonti Renova me nga 33 pikë, gjithsesi 31 në pozita 7-8, ndërmjet këty dy skuadrave do kërkohet ekipi i fundit që do mbetet në ligë dhe tjetra që do luajnë në balotazh. Metallurgu, Mladostit veçmë janë në kategorinë e dytë. Menjëherë në mesjavë fillon edhe garat e play-offit dhe play-outit, dhe menjëherë takime interesante, derbi do jetë në Tetov, Shkëndia pret skuadrën e Rabotničkit. Sileksi takohet me Shkupin, ndërsa Vardari përballet me ekipin e Bregalnicës. Sigurisht vazhdon rrethi 4 Sashko me të tjera emocione dhe pritet tani ajo ofanziva e fundit e ekipeve drejt realizimit të ambicieve të tyre. Да, ја очекувам победа на Шкендија против Работнички во среда. Победа и на Силекс против Шкупи, затоа што мотивите ќе бидат кај фудбалерите од Кратово. Не би требало да дозволат уште еден кикс, како што беше случајот сега со Хоризонт.
во битката за Европа. И Вардар Брегалница победа на Вардар. Бујар, Значи домашен плейоф под наводници. пред Хоризонтja po Renova, sipas jush janë më afër për të shmangur balotazhin. Po, nuk e di, janë dy skuadra që ndoshta i pret mjaft luftë e vështirë. Po nuk shoh ndonjë më merr mendja tash nuk e di se cili ekip kundërshtar do t'i bën Renovës, them ndoshta nëse plason në balotazh. Mendoj që këto dy ekipet do të vazhdojnë që të jenë pjesë e elitës futbollit. Përkundër asaj se njëra do të luajë balotazh patjetër, por kundërshtarit të cilin e pret nga Liga e dytë mos gabofsha, nuk besoj që mund të rrezikoj. Dërim, realisht nuk dim nëse do fitoni titullin, por krenar që Shkëndia deri në këtë fazë, deri në këtë moment është ekipi vetëm në Maqedoni që është në garë për dy titujt dhe ka forcë për të fituar. Normal, edhe forcë edhe ekip, edhe jemi krenar që jemi në lojë, por kjo nuk do të thotë që vetëm e kaq do ngelemi, që jemi krenar. Do të synojmë të fitojmë deri në fund. Edhe pse kisha dashur të më tregoni se nuk e di, deri tani në karrierë nuk jam has në një play-off të tillë. Për shembull, e di që nga faza, nga viti tjetër do ketë ndryshim, sepse e shikoj si jo reale domethënë kur luajnë 4 ndeshje, ti të bësh 3 ndeshje, për shembull, vjen me Vardarin të lozësh në Shkup. Pa marr parasysh ai në vend para apo vend dytë. Por kush e ka bërë këtë play-offin e kam bërë dhe kam parë që është gabim, për atë shkak edhe ndryshon nga viti i ardhshëm. Sa i përket gjërave që jemi edhe në titull edhe në kup, ne shkojmë tani ndeshje pas ndeshje, ndeshja e radhës është me Rabotničkin, do të patjetër të fitojmë që të ngelemi në garë për titull. Shpresojmë në një lojë të mirë dhe që të mërkurën stadionit jetë i përmbushur atje me tifozët tonë dhe të arrijmë fitonën e radhës. Dërim, nuk duhet të kthehem pas, më thuaj realisht se tani më ktheve tek tifozët. Fakti që ishte ndalesë për të marrë pjesë në Filipi II me Vardarin, stërvitjen e fundit të shtunën ju e bët një stërvitje me ovacione, me atmosferë nga tribuna, në Reqic sikur të jetë ndeshje. U dhanë tifozët një çik zemër me vete. Po shife, edhe Bujari edhe Sashko e treguan, edhe çdo njeri prej nesh e dim që futbolli lozet për tifoz. Edhe unë për atë në një moment gjatë ndeshjes kur u futa aty ato minutat që isha, i thash Popovit tash më mirë keni t'ju fitojmë tash që të lozin Tetov do ketë spektakël tash se këtu e shef si lozin, edhe ai filloi me qesh. Pas është problem, unë kam qef të loz edhe kur është full. Edhe gjithë dim që çdo ekip frymëzohet nga tifozët. Edhe normal, ata ishin pranishëm sepse nuk kishin leje të vinë dje, ishin stërvitja dhe kjo e frymëzon ekipin, jo vetëm ekipin ton, po çdo ekip kur frymëzohet nga tifozët është shumë gjë e mirë. Unë ke diçka të shoqë? Tha ke nderimi, thash edhe pas mos përsëritemi tash futbolli luhet për shikus. Do të kishte qenë interesant kur e përmendi Popovin, është një përmendimin tim një lojtar shumë i mirë, po jo edhe është një provokator i mirë. Këtë rast mendoj se tash mos të më keq kuptojnë publiku të varë për të cilin kam respekt, po mendoj që me ato provokime, me ato sjellje sigurisht do të nxitte paktën ndonjë shishe t'ja hedhin. Që më mirë luhet Shkup, tash pa publik edhe të fiton Shkëndia. Do shohim atë, kush do fitoj, Shkëndia apo Vardari, Rabotnički apo Sileksi, pozitën në Europë, do jetë Renova apo Horizonti që do shmangë balotazhin, apo sigurisht edhe ekipet që duan të kapin ligën e parë. Kjo në vazhdim edhe 5 xhiro për të parë dhe për të marrë përgjigjet e gjithë këtyre dilemave nga ky sezon i si vjetshëm që vërtet na ka lodhur edhe neve mediat, sigurisht edhe futbollistët e shumicës e skuadrave që janë endur lart poshtë në terrene të ndryshme, me ndalesa, me ndërprerje, me gjëra të ndryshme, le të jetë i fundit, le të kthehemi të shohim futboll dhe pjesën e bukur garuese. Do ndalemi për pak minuta në fund në diçka të bukur që ka ndodhur. Shutova ka fituar Kupën e Maqedonisë në volejboll. Të ndjekim një material, pas rikthehemi për të mbyllur emisionin sonshëm Sportmania. Klubi i volejbollit Shutova bën histori në përvjetorin e 20 të saj, duke fituar për herë të parë trofeun e Kupës së Maqedonisë. Shutova ka mundur me rezultat maksimal
3-0 Probi Shtipi në finalen e madhe të zhvilluar në fushë të këtyre të fundit, që paraprakisht solli pak knatësi në taborin e kërçovarëve. Shutova dominoi ndeshjen dhe vetëm në setin e tretë lejoi kundërshtarin të jetë më i balansuar, ndërsa mori bindshëm dy setet e para. Të bindur për të mos i lënë asgjë rastit dhe për të fituar trofeun e parë në histori, volejbolistët e Shutovës dominuan që në start dhe avansuan 1-0, pasi morën setin e parë pranë rezultatit 25-17. Imazhe të njëjta edhe në setin e dytë, kur Shutova ishte edhe më bindëse duke çuar rezultatin në 2-0 pas rezultatit 25-14. Seti i tretë ishte për një nuancë më i balansuar, mirë po Shutova tregohet më e koncentruar në momentet vendimtare dhe pas rezultatit 25-23 mbyll ndeshjen me fitore 3-0 dhe moment historik me trofeun e parë historik për këtë skuadër. Klubi volejbollit Shutova këtë vit feston 20 vjetoren e themelimit, ndërsa pas triumfit në kupë, ata u kthejnë obligimeve në kampionat, ku në finale të play-offit do të përballet me Strumicën, ekip të cilin paraprakisht e eliminuar në gjysmëfinalen e kupës. Po jarë një... Ndërim? Nuk është pa nënçmim asgjë, por kjo është ajo. Sporti në Maqedoni është në gjendje mizore. Do të thënë edhe salla këtu edhe shifen këto inqizive, tani nuk e di janë të vjetra apo të reja. Janë në Kërçov. Është me të vërtetë është, si thonë të ne, për gjuna. Por këta djelmoshet e bëjnë historinë, bojar fitojnë në rastin normal ju Shutova ishte apo? Shutova. Është me të vërtetë arritje e madhe. Të shohim një fytyrë e njohur, Abil Bexheti, Abil Ajeti, më fal, Abil Bexheti kalova me mjekun. Volejbollistëve. Lojti me Rabotniçkin, me Shkëndin në Kosovë, ishte reprezentuesi i Maqedonisë, tani rikthehet për të bërë historinë me Shutovën. Fillimisht volejbollistëve Tuskanës, këtë rast, uroj fitoren trofeun e kupës. Vazhdimisht kemi qenë rjedha ne si gazetar për këtë ndash zotit që Shkëndia të shkon pas hapave këtij klubi. Këta vetë e fituan një trofe, urojmë që edhe Shkëndia të fitojë kupën e Maqedonisë, meqenëse se edhe kjo skuadër është në garë për titullin e dyfisht. Domethënë kupën e fitoi. Po Shkëndia do të dyja, mos humbin ata. Po janë finale në play-off me skuadrën e Strumicës, janë rrugë të mirë. Besoj që janë favorit, janë liderët e tabelën e klasifikimit për dallim prej Shkëndisë. Një fitore e merituar mbas rezultateve dhe mbas paraqitjeve që ky skuadër i ka zhvilluar, domethënë është një jubilej për tash, 20 vjetorin e themelimit, dhuratë më të mirë për drejtuesit e këtij klubit nuk ka mundë të ketë kjo. Kjo është, po tha bashkëqytetarit Abil Ajeti, një prej volejbollistëve më të mirë, edhe pse nuk është zgjedh lojtari më i mirë, tha kontribut jashtëzakonisht madh fitoren. Një fitore e merituar. Besojmë edhe të është kjo më vetëm ka ngel mbrapa, festat janë koncentruar volejbollistët në sfidën e radhës që i pret është ndeshja me Strumicën për titullin kampion. Sa shko, largohet volejbolli nga kryeqendra e Maqedonisë? Da, odbojkата оди, значи, како да кажем, не знам, овој спорт е за жал во понадолни патејќи оди квалитетот. Ние долго време немаме клуб наш кој би не представувал во европските купови. Дали тоа ќе биде топ тим купот, ЦЕФ купот или Лига на шампиони, како ли се викаат сега, често се менуваат имињата. Женската репрезентација нема никаде. Предпоставувам дека ова на Шутова е прв трофеј во клубската историја. Добро е што одбојката се оди надвор од Скопје. Се надевам дека нема да биде и постане, дека нема да застана тука. Дека ќе биде поттик и за наредна сезона. И кадровското екипирање, и дека ќе соберат сили на крајот на крајшта да се пријават во некој европски куп. За да не биде само борбата дали титулата ќе биде во Тетово или ќе биде во Скопје. Малку и да се направи нешто надвор од границите на државата. Да не се размислува локално, туку... Qartë. Jemi dalë nga dalë në fund të emisionit Sport Mania. Sigurisht, për para se ta mbyllim, mos vi tema tjetër që kemi përmendur, më ka imponuar që shkojmë deri në këto minuta, pa përmendur La Ligën,
Barcelona humb edhe një herë, por vazhdon të jetë lider i renditjes në La Liga. Vazhdon të jetë edhe këtë javë, se pas kësaj pastaj Besoj ata që të tjerë ndalin para. Vështirë për ty të komentosh të këtë se E je di tifoz që i e ke shumë Barcelonës. rënd, Po realiteti është ajo që fatin e kishte Barcelona që edhe me humbje dje është akoma vend të parë. ka fatin që 3-4 gjiro. Po 3-4 që se di. Përfundoi kjo, ka dhe 5 ndeshje i fiton Barcelona dhe fiton titullin. Sashko, falenderit që ishit mysafir në Sportmania. Благодарам и вам на поканата. Ndërim, uroj mos tjetë hera e fundit. Jo, patëm ishte knatësi edhe do më kesh në dispozicion çdo. Uroj që të flasim herët tjera për gjëra dhe më të mira. Shpresojmë ashtu. Bujar, faleminderit për ftesën, shpresojmë tash hat-trick duam, me qenë se kjo është era e dytë. sigurisht. Sigurisht që do jemi vazhdimisht me kolegët, me aktorët dhe me gjithë ata që në një mënyrë po shënojnë sportin vendor dhe atë ndërkombëtar. Edhe ju shikues të nderuar, ju falenderoj që keni qëndruar me ne ndërsa takohemi prapë javën e ardhshme. Natën e mirë nga unë.